Për dekada me radhë, në korridoret e diplomacisë ndërkombëtare, marrëdhënia midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit është konsideruar si një aksiome paprekshme, një aleancë që likt e pagëzuar si marrëdhënie e veçantë, por sot ky mit po shkërmaqet. Në një analizë të thellë dhe të dokumentuar gjeopolitike, profesori i njohur i historisë Jeremy Salt lëshon një paralajmërim të prerë. Kjo epokë ka hyrë në fazën e saj përfundimtare dhe të pakthyeshme të shpërbërjes. Sipas profesorit, ajo që nisi si një kalkulim elektoral i brendshëm në Amerikë, sot po kthehet në një barë të papërballueshme morale, politike dhe ushtarake për vetë Washingtonin. Izraeli, thot Salt, po kafshon dorën që e ushqeu për pothuajse një shekull. Për të kuptuar kolapsin e sotëm, Jeremy Salt na kthen pas në kohë, në vitet e 40-ta, në administrimin e presidentit Harry Truman. Kundrejt çdo logjike strategjike, Truman anashkaloi hapur paralajmërimet e Departamentit të Shtetit, diplomatët e cilit e shihnin mbështetjen e pakufizuar sioniste si një fitil të ndezur në lindjen e mesme. Në vitin 1947, përmes një makinerie shantazhi dhe friksimi mbi shtetet e vogla dhe të varfra, SBA manipuloi votën për ndarjen e Palestinës në OKB. Por skandali më i madh erdhi në maj të vitit 1948. Vendimi i Trumanit për të njohur shtetin e ri ishte aq i fshehtë dhe i njanshëm, saqë as delegacioni vetë Amerikës në OKB nuk ishte informuar. Kronikat e kohës përshkruajnë kaos total. Kreu i delegacionit amerikan, Warren Austin, i tradhtuar nga presidenti i tij, braktisi sallën e asambles dhe u mbyll në hotel, duke refuzuar të konfirmonte lajmin. Ishte fillimi i një modeli ku interesi partijak amerikan mbronte agjendën e Tel Avivit. Historia, gjithsesi, ka pasur edhe momente rezistence. Presidenti Dwight Eisenhower ishte i vetmi që guxoi t'i thoshte ndal diktatit të lobit. Në vitin 1956, kur Izraeli, Britania dhe Franca sulmuan Egjiptin, Eisenhower nuk toleroi. Ai kërcënoi Tel Avivin me prerjen totale të çdo ndihme ekonomike dhe ushtarake, nëse nuk tërhiqej nga Gaza, një tërheqje që erdhi vetëm pasi forcat izraelite kishin masakruar qindra civil palestinez në Rafah. Por lobi u rikthye më i fuqishëm. Në kohën e John F. Kennedyt, një agent i lobit, Meyer Feldman, ul direkt brenda zyrës presidenciale për të monitoruar çdo letër diplomatike. Pika më dramatike e kësaj epoke ishte programi bërthamor i Izraelit në Dimona. Kennedy e dinte që udhëhecit izraelit po e gënjenin. Ai kërkoi inspektima të rrepta. Por, siç dokumenton profesori Salt, pas vrasjes së Kennedyt, inspektimi i vitit 1964 u shndrua në një farsë. Dimona u kthye në një fshat Potemkini, një mashtrim me dhoma kontrolli të rreme, ku amerikanët nuk u lejuan kurrë të shihnin të vërtetën. Në presidentin Lyndon Johnson, marrëdhëniet degeneroi në nënshtrim total. Izraeli mori armatime moderne pa dhënë asgjë në këmbim dhe pa nënshkruar traktatin e mospërhapjes bërthamore. Dhe pikërisht këtu shënohet kapitulli më i errët dhe më i përgjakshëm. Më 8 qershor 1967, gjatë luftës 6 ditore, forcat izraelite sulmuan egërsisht anijen spiune amerikane USS Liberty. Për orë të tëra, avionet dhe torpedot izraelite bombarduan ushtarët amerikan duke lënë 34 të vdekur dhe 170 të plagosur. Profesori Jeremy Salt ngre një akuzë që trondit çdo pretendim aleance. Izraeli e dinte saktësisht se po sulmonte një anije amerikane dhe presidenti Johnson ishte në dieni të plot në kohë reale. Megjithatë, Johnson bllokoi avionet e shpëtimit dhe urdhëroi mbulimin e ngjarjes si një gabim. Qëllimi i vërtet, thot Salt, ishte që anija të mbytej plotësisht, në mënyrë që të mos mbetej asnjë dëshmitar për treguar tradhtinë. Kjo linje mosndëshkimit të plot kulmoi në epokën moderne me Donald Trumpin, i cili plotsoi Tel Avivit çdo teke, nga zhvendosja e ambasadës në Jerusalem deri te prerja e fondeve për agjencinë OKB-s për Palestinën. Një nënshtrim që, sipas Salt, e bëri Washingtonin bashkëpunëtor të plot në gjenocidin e transmetuar live në Gaza. Por pikërisht kjo mendjemadhësi strategjike u kthye në bumerang. Pasi zgjeroi dhunën në bregun perëndimor dhe nisi sulmet në Liban, Izraeli arriti ta tërheqë Amerikën në 2 lufta radhazi kundër Iranit deri në qershor të vitit 2025. Por ky ishte hapi i gabuar fatal. Luftrat dështuan, pamjet e tmerrshme të spitaleve të bombarduara dhe civilëve të djegur gjallë
bën që mbështetja publike brenda SBA-s të kolapsonte. Kur Trump ju detyrua të kërkonte një marrëveshje në Zvicër, Izraeli u përpoq të sabotonte. Për herë të parë, zemrimi amerikan doli në dritë. Trump i quajti bombardimet në Beirut si një teprim, ndërsa zëvendësi i tij, Vance, paralajmëroi Izraelin se po sulmonte të vetmin aleat që i kishte mbetur në botë. Sot, në vitin 2026, maskat kanë rënë plotësisht. Raportet zyrtare të OKB-s të majit të këtij viti mbi dhunën seksuale sistematike të ushtrisë izraelite e kanë izoluar Tel Avivin moralisht në mbar botën. Asnjë sasi parash nga lobistët nuk mund ta ndryshojë më realitetin në terren. Shifrat flasin vetë dhe dëshmojnë një zgjim tektonik të popullit amerikan. Sondazhi i fundit i Nate Silver tregon se 56% amerikanëve janë kundër luftës, ndërsa CBS News konfirmon se plot 78% e qytetarëve kërkojnë përfundimin e menjëhershëm të saj. Profesor Jeremy Salt përfundon me një konkluzion të prerë. Sapo Washingtoni të shkëputet përfundimisht nga ky diktat toksik, ai do të kuptojë se Irani nuk ka qenë kurrë problemi real në rajon, por ka qenë vetë Izraeli. Rënjet e kësaj aleance të tjetërsuar, po thahen, kthimi pas në epokën e marrëdhënieve të veçanta është tashmë një pamundësi historike.